Ngjitja e Everestit mbetet një ëndër për mijëra alpinistë në mbar botën. Edicioni i vitit 2025 zbulon çmimet, rreziqet dhe detajet për ata që planifikojnë të pushtojnë majën e botës. Alpinisti veteran dhe autori Alan Arnett, kostoja e ngjitjes thot se në Everest është $40,000 deri në $200,000. Çmimi varet nga itinerari, lloji i mbështetjes, guida, pajisje dhe lehtësi. Çmimi mesatar për kompanitë perëndimore në Nepal tani është $76,600, ndërsa guidat lokale ofrojnë paketa për më pak para, madje edhe për $30,000. Udhtimi dhe transporti kushton $2,525 deri në $10,125. Bileta e avionit $1,500 deri në $7,000. Transportimi i pajisjeve me kafshët jak dhe hambar. Nepal, leje ngjitjeje $11,000 për person nga shtatori 2025 deri në $15,000. Tarifa shtesë $13,500 për mbeturina infrastrukturë. Tibeti, $15,800 deri në $18,000 për person me më shumë përfitime. Paketa sigurimi deri në $15,000 për mbulim të plot. Pajisje dhe furnizime $5,000 deri në $30,000. Pajisje personale për lartësi të mëdha, çizme, kostume, çanta, xhumi e të tjerë. Oksigjen 5 shishe $3,000. Maska dhe rregullatori $1,000. Ushqim, karburant, gatim, camping $3,800 deri në $8,800. Udhësime dhe mbështetje $30,000 deri në $85,000. Paketa të plota nga kompanitë perëndimore $49,000 deri në $115,000. Kompanitë nepaleze me ndihmë të sherpave nga $30,000. Udhëzues personal për sherpa me oksigjen $5,000 deri në $9,000. Mbështetur nga sherpa pa guid, mundësi më lirë me më pak guid, i udhëhequr plotësisht, mbështetje gjithëpërfshirëse nga një ekip perëndimor ose i certifikuar deri në $115,000. Shumë kompani napolitane nuk i rendisin çmimet. Zbritjet janë të zakonshme për kërkojnë negocim. Cilësia e shërbimit ndryshon ndjeshëm. Disa sherpa nuk ndërhyjnë nëse klienti gëmgull të vazhdojë në kushte të rrezikshme. Pulimi i sigurimit kërkon pajtueshmëri absolute me kushtet, përndryshe nuk është i vlefshëm. Helikopterët e shpëtimit nuk lejohen në Tibet, gjë që rrit rrezikun dhe barën financiare në rast emergjence.